Sot para mbledhjes së KQZ-s, ky raport është diskutuar në mbledhjen e Këshillit për Operacione Zgjedhore, nga ku ka ndalur 2 rekomandime kryesore. Rinumërimi i të gjitha vendvotimeve edhe për 28 komuna të tjera, ndërprerja e mandatit për përfaqësuesit e subjekteve politike në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në Komunën e Prizrenit. Në fund, në emër të KQZ-s, ritheksojmë se gjetjet nga procesi i rinumërimit do t'i adresojmë në Prokurorinë e Shtetit dhe në të njëjtën kohë ofrojmë bashkëpunimin e plot institucional në procesin hetimor. Ndryshimi në numrin e votave të kandidatëve pas rinumërimit tregon se procesi i numërimit të votave të kandidatëve brenda subjekteve politike ka pasur pasaktësi. Analiza numerike e veçon komunën e Prizrenit si rastin më ekstrem. Pas rinumërimit në QNR të komunës së Prizrenit janë zbritur nga rezultati 20.323 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në qendrën komunale të numërimit të Prizrenit. Po ashtu, pas numërimit u janë shtuar 16.366 vota kandidatëve, të cilët nuk ishin regjistruar sakt në qendrën komunale të numërimit. Megjithatë, në komunat tjera të rinumëruara nuk vërehen dallime të mëdha në votat e kandidatëve. Ndryshimet përfshin gabime eventuale të regjistrimit të votave të kandidatëve dhe shtimin e votave si rezultat i rivlerësimit të fletvotimeve të pavlefshme. Por në vendvotime të caktuara janë evidente ndryshime të mëdha tek disa kandidatë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në përmbushje të mandatit të saj kushtetues dhe ligjor mbetet i përkushtuar në mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor, në transparencë dhe në ruajtjen e besimit të publikut në procesin zgjedhor. Për të qenë plotësisht transparent në këtë proces, rezultati i çdo vendvotimi të rinumëruar është pasqyruar në platformën e KQZ-s për rezultate. Siç e theksova në fillim, gjatë ditës së sotme kemi pranuar një raport pas rinumërimit të më shumë se gjysmës së vendvotimeve sipas vendimit të datës 13 janar. Sipas raportit, kur flasim për votat e subjekteve politike, ndryshimet e identifikuara janë minimale dhe pothuajse të papërfillshme. Kjo do të thotë se rezultatet e subjekteve politike janë numëruar dhe paraqitur saktë. Për dallim nga votat për subjekte politike, të dhënat për kandidatët pas rinumërimit paraqesin një shkallë të lartë të pasaktësive në numërim. Sipas raportit, nga vendvotimet e rinumëruara në qendrën e numërimit të rezultateve, rezulton se pas rinumërimit në QNR janë zbritur nga rezultati 36.007 vota për kandidat, të cilat u ishin regjistruar atyre në QKN. Po ashtu, pas rinumërimit u janë shtuar 20.978 vota kandidatëve, të cilat nuk ishin regjistruar sakt në qendrat komunale të numërimit. Pajtohem edhe me rekomandimin e shkarkimit të Komisionit Komunal të Zgjedhor në Prizren. Mendoj se aty do të përfshihen të gjithë personat që janë pjesë e Komisionit Komunal, përfshirë edhe zyrtarin komunal, dhe më thonë që është zyrtari ekzekutiv. Natyrisht se mbështes propozimin i cili ka dalë nga Kozi, i cili udhëhiqet nga zoti Elshani, dhe natyrisht nga ajo çfarë ka dalë në rinumërimin e votave nga komunat në 10% determinon edhe domosdoshmërinë e rinumërimit e votave në gjithë Kosovën për gjitha vendvotimet, në mënyrë që të pasqyrohet saktë vullneti i qytetarëve të Republikës Kosovës. Gjetjet që kanë dalë mbas raportit që është prezantuar janë shqetësuese jo vetëm për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mirë po edhe për opinionin publik. Është lajm i mirë që dallimet midis partive politike kanë qenë papërfillshme dhe në një segment i këtyre zgjedhjeve minimalisht ka kalu mirë. Tani, për fat keq, komuna e cila ka çu në ekstrem mos përputjen e votave midis kandidatëve është komuna e Prizrenit, ku pjesa më e madhe e votave që shpërputen janë të kësaj komune.